Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mimbrama dhe mirë të takohemi përsëri në emisionin Ta njohim të vërtetën me profesor Dr. Shefqat Krasniqin. Edhe sonte si zakonisht linja telefonike është e hapur për të gjithë ju që dëshironi të bëni pjesë e këtij emisioni për të bërë pyetje dhe pastaj sigurisht për të marrë përgjigjet apo këshillat nga hoxha e nderuar. Hoxha, selam aleikum i sirë. Aleikum selam wa rahmatullah. Kemi telefonatën e parë për sonte, inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum selam. Po. Derisa me bëni pyetje rreth Star Cardës, e kemi një kartelë, domethënë, me cilën mundna me ble mallra ndryshëm edhe mi pagu pastaj me këste. E kartela thotë që ka 0% interes, por na mirëmbajtjen e pagujna 20 euro në vjet. Edhe derisa me ditë a është e lejuar sipas Islamit edhe çfarë na kishit këshillu rreth kësajna. Në rregull, faleminderit për telefonatën. Ju përshëndesim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhruar. Salavat dhe selam pejgamberit të bekuar, shokëve të tij shumë të nderuar, familjes së tij të respektuar dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanave të cilët rrugën atij burrë të madh e kanë ndjekur dhe kanë trasuar derisa kësaj ditë ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj përdorimin e kësaj kartelës, se quhet start card apo që quhet ajo, rreth sajna jemi pyetur disa herë, pasi duket i ka ikur motrës përgjigja, apo ndoshta është dëgjuese e re. Së të që tjetë, s'ka nësë të keqe për me përsërit prap, në pika të shkurtra, pa dash me marrë shumë kohë, me qenë se kemi thonë me herët e kemi cekë. Përdorimi e kësaj karte, apo blerja e mallrave të ndryshme me start card të bankave të ndryshme, të deklaruara kënse 0% kamat, nuk është e vërtetë ajo. Nuk është e vërtetë që 0% kamat. Ajo 0% kamat pjesërisht është e vërtetë, por jo krejtësisht. Mrana që asaj kontrate ka kamat, e që është msheft, e pa deklaruar. Për ata nëse e pyet bankën, shërbyst bankar, që janë përgjes për të kartela, apo që marrën, që përnë qatë sektor. Po mirë, nëse marrën një mall për të paguar për 12 muaj, të azami 1200 euro nga 100 euro. Unë kanë venan, shumë kanë venan. Një kompjuter, një kutadionin. Po mirë të regam të mua, nëse nuk e paguj unë për 12 muaj, që ka bëhet? Thotë këtën kamata. Dhe më thonë, pas ka kamata. Po paska. Në parim, bankat nuk punojnë pa kamat. Fatkeqësisht. Ato kanë edhe përfitime tjera dhe mujnë me pas sa të duan, përfitime tjera, rrugë tjera, alternativa tjera mujnë me pas sa të dush. Por do të pak mund, pak lodhje, ndërsa fitimi në përmjet kamatës është me nejtë këkër shpinës, kamen mi kamshat populli e me tarparet me thasë. Tarparet pa mund. E kamata pse është haram, për pas shumë urtësive, është edhe fitim pa mund, pa njerës. Bëdihava. Pas një njerës. Kështu që në start card, motër ka kamat.
ka komat. Përderisa që e kontrat, ka komat, qoftë edhe msheft, të pa deklaruar, por të edin, edhe ai punëtori edin në bank, atër automatikisht kuptohet se ke kontrat, respektivisht ke marrëveshje, apo blerja me start kartë është haram. Për faktin se ka komat. Haram është. Do të vazhdojmë tutje, kemi telefonatën tjetër, apo? Selam aleikum. Aleikum salam, përshëndes juve, hoxhën. Po, cila është pyetja juaj? Selam aleikum, apo nin? Aleikum selam, po ju dëgjojmë, mund të vazhdoni me pyetjen? Faleminderit, Allah është për bleft hoxhën, për ligjërata. E kam një pyetje hoxh, e kam një atë familjes, i ka 40 vjet akoma, po ala nuk është i martuar. Ka pas të sprova më herët, po tu me pyet, a kjo sprov, a shka kjo jeton diaspor, a jeton banis vet, pa vru pa fmi, po nëna vet po mërzitet se nuk ka i martuar në la. Pra pyetja është, a është sprov që s'po martohet? Po do me thonë, a është kjo sprov, a shka kjo, po do me thonë se nëna vet Merrni po pas pak mërzitet. përgjigjen, nëse s'keni pyetje tjetër, I ka faleminderit. pas, I ka pas do sprova më herët, po ka refuzu, e tashti po jeton vet. Në Nëse rregull. një këshirë më të me japogja. Faleminderit, ju përshëndesim, selam aleikum. Allah Ne me këshyrë në një kant, kuptim të përgjithshëm, sprova është këtë jeta. Më martu o sprov, mës martu o sprov. Me pas fëmijë sprov, mës e pas fëmijë sprov. Me ka shëndet shumë është sprov, me ka një smut është sprov. Me ka një pasën pasënia sprov, me ka një varfën varfëria sprov. Apo? Sprov është. Jeta është sprov. Jeta. Pra të Allahu, a ka mësu në Kur'an, Ledhi khalaqa al-mauta wal hayat li yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ka krijuar jetën dhe vdekjen për të sprovuar juve. Se kush po punon më mirë. Dhe ajete tjera sa të dush, të cilat flasin për sprovën. Për këtë kontekst se jeta është këtë sprovë. Kështu që edhe martesa, edhe mos martesa është sprovë. Por tani aja ka bojnë sani hizmetin. Sepse ka disa djemë të cilat mjerën ditë 100 vajza e pëlqen një, a nuk e pëlqen. Edhe ato nëse pëlqen, prapë dhe sa kemi gjithë vërejtje, por thot që ke dhe qysh kuka. Sepse këqyr kështu, e nuk këqyr kështu. E njeriu do të me qenë real, dhe me shiku edhe vetën e vetë. Nga jashtë, po edhe nga brenda. Nga brenda, me thonu një bërëbi Zotit, mashkull, fitness prova, do të me gjithë një nuse. E pejgamberi e ka thonë, sallallahu alaihi wasallam, edhe këshillat, e që këshillat i në tarta, sugjerime, preferenca, çka me preferu, kur të në afrohen disa opcion alternativa mundësi. Dhe ka thonë ndërto, zgjidheni për din, zgjidheni anën fetare, tëri beti e dak, nuk ka me tra keq, ka me tra mirë. Pra, nëse këqër elementet e tjera, fort, mëse vë të në një rang, por shëpen diqka, e bënu me gru, e bënu me thmi me familje. E tani, nëse te ke zgjedhat gru, por ajo nuk ka qëllu as afer që shke me ndu te, rebelohet, kërkon shkërërzim, ndahet, thunë s'provej Zoti me te.
dhe ndahet, e merr tjetrën, edhe me të sprovon Zoti edhe ajo stërren. La ilaha illallah. Nale që kontrollon vetë vetën, i këqyr, qa ka bëhet. O ju njerëz, mësëmni, këshillomni. Qysh do të më sjell me gra? Kam do një të metën që nuk di më sjell me gra. Sepse kam nevojë për gru. Që ky lloj njerëzve ndryshojnë për atyre të cilët mja përmend gruan, nusën, bëjnë hajgare, bëjnë shaka, ose të qesin kriteret e bukurosheve të dynjas, se s'po du me thonë e misave, që s'po du asush me thonë atë fjallë, sepse sa është kontekst pozitiv ajo në aspektin e moralit e kam fjallën. Vallahi, asa ku me gjithë të burë, pas të edhe të vëdja në dynja, ta jenë gjenet. Në gjenet ka diçka të quhen hyria, e që janë të papërshkruara për nga bukuria. Po aty në gjenet. Ama edhe ne burrat jemi të bukur atje, se sa që jemi në dynja. E në këtë dynja, që thot populli, harni për thes, fjallë turta, por me pesh. Robi ka nevoj më harnu. Më harnu. Andaj, disa vlazen vërtet dhimen, a dhimen të gjithë për disa e shëf që vetja kanë po. Ne prapë themi o shkru më spravu që shtu, por do të mira veti mas, edhe së në zgjidh vetë, thuj nanës e babës, thuj vllatë e motrës. Ka njëherë ka disa motra, për shambull, që kjo edhe të gjenia femërore ndodhë, ku i thot hoqës, nëse ti ma gjenë një djalë, unë nuk e refuzoj. Ose thot babës vetë, ose djali thot babës, nanës, e thot shokut vetë, vllaut vetë, thot hoqës e mamit. Ma gjenë dikon, nëse shehen dikon do një vajzë, që deri diku për shtatna, unë dy fjallë nuk i baj. Sepse vetë nuk jam ai që zgjedhi. Lehen dorë njerëzve pra. Po dy janë martu, të ja gjithë njani tjetërit. Ka qenë kështu? I këna besuve. Këna besu. Këna besu në njeri që është qujtë mëse të shkus. Apo? Se ke familjar, familjet ngusht. Mund tjetë nëj shak nëj me ki babës, nëj ku divën atje diko, por, gjithmonë të shpresu që ka interes, që ka qëllim të mira, jo interes personal, qëllim të mirë respekt për, të zonë për babën ta, se ty nuk njahaj, po edhe që baba e se ka jarani tina, kolegën punë, e ka një djalë, dhe interesohet e gjonë, dhe besojmë. E lërë më babë se nanë se vlatë e motrës. Allah e letoft ja Rabbi, në kësa raste dhe të më bëhë sabër, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, femele me statif alehi besaun, fejnehu lehu vigja, a i cili nuk ka mundësi të martohet, pra në çfarë do të qoftë pa mundësie për më martu, le ta agjeran, sepse agjerimi është mbrojtës për te. Në kadrojmë telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Apo dëgjojmë telefonata? Po më dëgjoni? Po i dëgjojmë, urnani. Selam aleikum. Desha një pyetje për hoxhën. Unë jam e martume dhe burri ka dëgju një hoxh që thot dikon se burri obligim jo, po është e preferume ta ndoj 10% të rrogës ti për gruan. Une i kam thonë masi une punoj edhe vetë, elhamdulillah jam e knoshne me të dhe ky me mu se sho si obligim diqka. E dishta vetë me vetë hoxhën që a është e preferume të muslimant kjo, ose... Në rregull, faleminderit për telefonatën, një përshëndesim. Faleminderit për juve, natën e mirë. Natën e mirë.
burri ka dëgjuar dikon se ka obligim 10% të rrogës me ia nda gruas. Ja. I ke po thotë unë punoj s'kam nevojë për 10% e bashortit apo të burrit. S'është kemë përqindje, nuk ka ndonjë argument shariatik, sa diun, që e cek përqindjen, por argumentet janë të përgjithshme që e obligojnë burrin për të përkujdesur ndaj gruas. Ndër të ajeti kuranor wa ashiruhunna bil ma'ruf, sillu ndaj tyne me të mirë. Dhe ajete tjera që flasin për furnizim, për përkujdese të tjerë. Edhe hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por asnjë prej këtyre ajete ose haditheve nuk e cek sasin, nivelin, rangun, kufinin, se diku sa nuk gëzojna me ra dhe sa ka kufi, se dhe kufini që do të më sjellë mirë nga ana financiare e tjere. Veçanti nga ana financiare. Po, sepse kjo është në pas mundësive të njerëzve. Argumentet e përgjithshme të shariatit na urdhërojnë në mësojnë që çka hajmë ne me hunger dhe gruaja. Kur veshim ne me veshje dhe gruan. Kur flajmë ne me flajtë dhe gruaja. Thoj ndryshe, që shka arë në hadith nëse ke 1 dinar, se ka arë në fjale dinar në hadith, që me bo me te, kush ka mas shumë ti hak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti për vete ke hak. Ja Rasulullah, për nëse ka më 1 dinar, shtese, vesh edhe një. A thonë, gruaja ka hak. Gruaja ka hak. Tretin, në të drabihi, ta shtedi kush ka, kujna mi adhan tretin. Pra, mas vetës tane, që të kafshat bukë që ki, kafshatën e dytë që të pranë grus. Të natë kafshat, e ke thot, e ke kafshat, kalamësht, bukë të misrit, telbit, që të që ki. Kështë që nuk e më përqindi ke punë, për kjo është me mundësi. Me mundësi. Pastaj këtë ka dëshka që është punë etike, për mbijat e obligative. Për shambull, nuk e kemi një obligim, farës dëtërim, që ta veshim gruan, respektivisht ta përtrim gruan, në çdo muj, çdo 2 muj, çdo 6 muj. Së kemi obligim. Së kemi obligim. Por, nga ana etike, për faktë që na ka dhënë Zoti të mira, ne nuk e përdorë shpesh me i përtëri, kështu kam përdorë vjetërët tanë, me përtëri nuset, me përtëri rap të shpise, bajram. Dhe ka qenë të shqiptarët një zaman, ku gjatë ka mbizotru me dekada, ku për bajram ka qenë gëzim për të gjithë. Ka qenë gëzim edhe për nuse, edhe për fëmi, sepse Zoti i shpisë është ka mbledh të holla, a nëse nevoja ka shit diçka për mi gëzu rap të shpisë në bajram. Nuseve mi bled diçka, edhe gruzve, edhe rejave, po edhe fëmi mi bled diçka. Minimum i fëmive, bombona, belsina, ka qenë kështu. Pra me i për 3. Dhe ato kanë qenë shumë të knashne. Mirë, ndërsa sad, nëse ne i blejnë është bajram, qa bëhet? Kiameti. Andaj, këtash kalim nga ana morale, pra është etike, jo detyrimore. Edhe këtë të kjemota, tash nëse burrë për shembull këtë sotit, burrë merr pagën, edhe qoftë e lën bankën për bankave që edhe jepen në rrogat, qoftë edhe lën të shtëpia, numër kartelen kanë bashkë të dytë. Edhe secili merr sa të dohet, me nevoja, secili, elhamdulillah, të merrën vesh në pika trasha, sepse aje nuk shka na për me bo masraf atje këtë. Po nëse oj mërë vetë të burët vetë, s'prish puna e shumë, më rëndësia me pas një harmonit mirë mes vete, një mirë koptim mes vete,
E tani a jep këtë rrugën gruase, kë i bojnë dyjat bashkë, nëse ka edhe ajo. Apo i lojnë të burrit dyjat rrugat në kënd të burrit, po gruaja ka një kartel. Ajo çështje sipas marrëveshjes. Do të vazhdojmë tutje me lecurinë e këtij emisioni. Kemi telefonatën tjetër. Selam aleikum, përshëndetje. Aleikum selam. Po, nëni. Dashta më bëhu gjithë një pyetje. Po, nëni me pyetje. Afërsisht 3 muaj na ka vdek një familjare. Edhe ajo u kon prej kancerit herën e parë, do me thonë, ka pas 2 operacione, ka hjek 2 gjitë. Mas një viti, ju shpall prap, ju lajmëru në trop, edhe një muaj e gjys, do me thonë veç vdeq. Mirë po kur vdeq, ajo një farë një farë ftyre kështu busqishje. E kishe një ide që ajo është të kesh të bëj gareve që i kam shel sytë qashtu. Edhe a ka të bëj kjo diçka me, do me thonë, si mas feje, edhe gjithu që ditë sa interesant, s'kena po korë, kështu, të kesh. Po, falj. E o krymë, se s'gatë ma shumë e qartë. Edhe një pyetje tjetër. Edhe kure që me la, do me thonë aty kësha pos që me kon gabim diçka, mirë po kure mura ajo me la, ajo kish pas një farë sapuni ato, ke i shkon do shta edhe mirë një këshill për shambull për hoxhën, se faktikisht ajo kure murë me pastru, edhe to pastru në isha aty shkojshin 2 sira nërë që shishin ato drasat. Edhe ashtë e lejume ajo për shembull me pastru një gjenaze edhe mos me pastru atë venin aty ku pastruat gjenazja tjetër. Në rregull. Edhe dyqysh e pastroj shumë shpejt me një parë sapuni shkurt me të thonë nuk u mushi sy absolut hiç. Do të merrni pas pak përgjigjet. Faleminderit që bëhet pjesë këtij emisioni. Selam aleikum, natën e mirë. Ju përshëndes dhe ju uroj gjithë. Amin. Fillimisht inshallah Zoti e kam shëruar atë motor. Elhamdulillah që ka vdek me namazoj motor. E pastaj smundjen e kancerit. Inshallah për derisa ka qenë me namaz, inshallah ka qenë në sabërlike, ka pranu smundjen për Zotit. Dhe nëse robi pajton me atë sprovë që ja dërgon i madh Zot, ai apo ajo ngritet shumë. Kështu që smundja është një prej faktorëve të fortë që e spastran robin prej gjunaheve, ta nas provat, por smundja në veçanti sepse ka dhimbje të madhe, siklet i madhe, e tani smundja sa me aran me kanë, e spastran më shumë, e kancere shumë i randë, Allah në ruajt. Dhe kjo ta që mallin, apo i ngjasan, sikurse kur e marrëm një teshk ma heret, kur i lajshin nanat tona teshat, në fund të mërshin i shtërëdhëshin. Ta me kanë tesha e holl, e shtërydh pak, me kanë tesha si palt, si në farë qarshafi, në farë batanije, qebe, diçka, do të me shtërydh fort, ma dje më bo 2 veta. E me shtrydh, pastaj kur të shtrin më tha më terë, ajo s'ka huj. Qashtu i ngjasan, robi shtrydhet prej gjunahe, prej sprovës, shtrydhet, sa që kur të lëshesh, pra kur të vdes pa gjunahe. Madje, edhe në këtë dynja, që ka arë me hadith nga mire sallallahu alaihi wasallam, vazhdon robi të sprovohet, hatta jemshie fil ard wa lejse fi khatije. Deri sa esna për tokë, por asnjë gjë s'ta ka. Që i bie kje? Kje i bie se mes ti dhe mes gjenit të vdekja. S'ka gjënoha. E ka sprovu Allahun shëndet. Dikën da t'jen e vlad, dikën për karallak. Sprovat ndryshme. E motra sprovu, ka bë sabër inshallah, dhe ka vdeka, dhe natyrisht ka pa me laqet, e kam përgëzu me laqet edhe kish. E Allah ja ka bërë juve shaj,
e ka lënë juve dëshmi fakt që robnesha e Zotit e cila ka qenë rrugë të Zotit. Erdhi fundi i dhimbjeve, s'ka dhimbje më. Mas vdekjes për besimtarën nuk ka dhimbje më. Pra ta ka rënë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa hadithe, po ndër to që bujnë edhe dhikr, çdo sabah dhe akşam pjesë e dhikrit. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وزاد الفند فعليا فوندت نبن نبيية زيادة في كل خير ما مارج ده خير مموش خير سما خير تنعون dhe vdekjen rahatie qetësi për çdo sherrri, për çdo të like. Vdekja është e robit besimtar, është rahatul mu'min, rahati e besimtarit. Besimtari që ka në hadith kur vdes, po shon për lodhje, për mundje, për smundjeve tjera të dynjas. Merr fund. Andaj robët do të më përqafue. Ti mos i lëp provat e Zotit. Mos i lëp, mos u Zot, unë të kam besu ty hak. Unë jam veç imam, që atë më qeshtë në përballoj e dorë. Bënu pak ma modest. Jo Zot, ti jam mos më sprava. Po nëse veç e ke caktu më spravu forcam ja Rabbi. Forcam e Zot, unë jam Rabbi lik. Ata kur ta qenë Zotit thu, Allahu e ka zgjedhur për mu këtë sprovë dhe unë e përqafoj e mirëpres dhe i duroj, i bëj sabër. E për punën e gjenazës të motër, tash kjo është këshill, është për motrat të cilët i lajnë gjenazët, është këshill që vendet në pastruhet, tash uj ka bëllë, elhamdulillah, për para me taza, me enme, tash me elhamdulillah, me uj, me gypa, me qaquna ato me uj, po tëra mënësit janë ujtë në zetë, uj, elhamdulillah, për Zotit, mënësit janë krejt. Dhe punën e sapunit centim, se për shumë marak, se nuk e kena në obligim e sapun me la gjenazën. Nuk është obligim. Obligim është me e prek ujtë, me kontaktu ujtë me çdo pjesë të trupit. Sikur se i gjalli. Nëse njëri sot dikush për neve hene bën jetosh, as përdo shapon, as sampon. S'përdo rasatas. Por hen fërkohet me dur të veta, se është i gjallaj, freskohet, fladitet dhe del. A o pastru? O pastru. S'kalon këtë kur gjo. Ose nëse hinuja dhe del, o pastru. Pra edhe të vdekurin, qëllimi është me pastru, me shku uje në tëna pjesë të trupit tina. Apo të saj. E tani me shampone, me sapone, me parfime, këto e nësene që po nuk e lojnë mangu asgja gjenazë, mëse ba marak. Po. Kemi telefonatën në radhës, selamu alaikum. Nëse po dëgjohemi, apo nëse është në linja. Mimrama. Më ndëgjoni, po. Po, Lejmëron nga Zvicra, po tani pyetje dynë të vërtet për Hoxhën. Ndërun para 7 viteve, në ka ndodhni, ka ardhë nana këtu, të onë, dhe si 2 javë ka nej, do më thonë, edhe në gjumë në ka vdek, 67 vjeqe, pa pas kur gjaheq, do më thonë shumë miru ka në fet, edhe ditë ma përpara, do më thonë, sa nej ta une me tha, se me mu kanë shumë e lidhë, e përmen këtë gjëherë një motrën e vogël, 13 vite s'ka pas fëmi, non stop të e përmen, edhe non stop të e përmen, mas i vdeq ajo, 4 muj mas sajna motra mbet 7 zonë. Edhe, s'po më im falni, atë natë që ka vdek, i kumë ra atë dite, do me thonë, nuk anë e premte, i kumë ra për mi gjenazës edhe kumë bërtit madhe. I kumë thonë që se është 7 zonë ajo.
Edhe burri ka ardhur ka vej, pse i thash, pse the ashtu, a për një me atë, thash, o jo, veç u merdh, nashta mos po qohet. Tash i bën 8 vjet, edhe unë hala s'di s'muj mu pajtu. A ke pyetje tjetër? Jo. Çapeli tash me 7 zani, çapeli me motrën tonë atje. Sepse mas i ka vdek nona, ka me 7 zonë motra. Mas 4 mujve, do më thonë, mas 13 vjetë që s'ka pas fëmijë. Qartë është pyetja, do të nëni pas pak Po. përgjigjen, falenderit për telefonatën. Det. Është momenti për të bërë një shkputje të shkurtër për të falendëruar sponsorët tanë dhe pastaj rikthehemi në studio. Qëndroni me ne. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi çelësin e makinës së ëndrave tuaja. Rikthehemi në studio për të vazhduar tutje me emisionin Ta njohim të vërtetën me profesor doktor Shefqet Krasniqin. Jemi tek pjesa e dytë ku edhe më tutje mund të bëheni pjesë e këtij emisioni duke telefonuar apo duke dërguar SMS. Motra pra në pjesën e parë pyeti për një rast tek nëna e saj që ka vdekur para 8 viteve, e që motra s'ka pas fëmijë 15 vite, pastaj 4 muaj pas vdekjes nonës ka mbajtur stazon e kështu me radhë një histori që ka të bëjë para disa vitesh tek kjo motër. Unë nuk për di që ka për ndërlidh motra 7 zanin me këtë, nejse është çështje. Zoti ka dashur, ka marrë një, e ka fal një. Dhe këtë ligjit Zotit, e merr Allah një, e bje një, dikën e merr, dikën e sjell, dikën. Alhamdulillah që ata ka bo me vlat. E por mu më bërë përshtypje sjellja jote jo e mirë, që këtë gjunanës për mjeftë, se nuk e ka hije një muslimani mund që me bërtite me, po i ka hije me thonë, inna lillah, wa inna ilaihi rajiun, të Zotit jem, të Zotit keme me këthy. Sepse ashtu e ke hup se vapën e sabrit. Ke hup. E sabër është në fillim, nuk është masanem. Se masanem e zërë. Se ngihesh. Ngihesh të kajtë të mërzite. Fillim sabri i pëlqyrë është fillim. Dhe çështja tjetër më bëri përshtypje jo të mirë, fjala jote që thani u bo që 78 halas më i pajtoj. Të di që ke bje keq e bje, ke bje shumë keq e bje. Qysh së më pajton të me caktim të Zotit? Qysh nuk më pajton? Nana e kujna është? Rabi kujna është ajo? Rabi Zotit. Dhe ka marrë Zotit. Tani? A jenë tokë të buks. Që besimin njohjet madhe të Zot. E pjesë e njohjes madhe të Zot është besimin ka derë. është çështje, është fundament. Njerëz që nuk e besojnë Zotin. Për shembull, më thonë të më njëherë një jo musliman. Vjetë tha, ka marrë, më ka dik vlau. Ma i risana, edhe kështë i ri, mes 30-ave, 40. Dhe tha, hisë me pajtoj. Thash për ka pas deken, e pse ma morë Zoti me vëlla, të së morë mu pa vëlla. Ele që me lilla. Po nuk më mësej Zotin. Nuk pytet Zoti pse e merë Hasanin, Elen Hesen. Nuk pytet Zoti pse e merë dvolin, Elen të madhe. Nuk pytet. Nuk ka shku pak muj, ma pak se një vetë, pak muj, kur dëgjohën e thanë ka vdekaj. Dhe me thonë, mes ti dhe mes lati, dhe tash ma pak se 2 vite.
Thash, tash e merr vesh aja tje pse ka marrë zoti vëlla. E pas ka marrë vesh. Kur të kesh të zoti, tani merr vesh. Po bëhet van? Andaj më të nuk është në rregull kjo punë piteje, pendohu të zoti, bëri istikfar, kërko falje, dhe thyje Zot, kam gabuar. Mos më dëna për mëkatet, për gabimet e mia. O Zoti ja më ka marrë nanën më shëroje. E ka marrë se do të më dek? Ka ardhe gjelja. Besos rësku. Tja do të më pas dert gjendje në nanës e në vërë, a do të më pas dert që ti e mjetë pa nanë. A shtë çfarë egoizmi? Tash nëse dalim bëhë ma konkret, kjo është egoizm, që i vjerën këse me thonë. Edhe është të ranë, po është të vërtet. Sepse njerëzit, shumica absolute njerëzve, kur kajnë, piskasin, e vajtojnë, për çfarë vajtojnë për veti? Që na met pa vlla, pa burr, pa nan, pa gru, pa fëmijë. A nuk kajnë më mërzit ai që ka gjendjen. Egoizëm. Ka dertin e vet. Po. Kemi një pyetje me SMS ku thotë Selam aleikum, Allah ju shpërblet për punën që po bëni. Kam një pyetje, thotë unë punoj me një firmë këtu. Goxha bukur e kam mësuar këtë punë dhe kam mundësinë tash me çel firmën time, pra personale, me punu të njëjtin zanat që kam punu në ish firmën e mëparshme. Në këtë rast, a kam gjëna nëse vjen ai klient i firmës që kam punu më herët, me marr për firmën time personale? Klienti ka për firmën që ka punu këtu, po tash thotë më don janë firmën time. A do të me lanë marrë të vetja, apo me lanë të ish firma dikush që ka punu? Ja, se kuptova, falë. Atëherë, pra ky ka punu me një firmë, edhe ka marrë zanatin, tash po dhe me qelë firmën e vetë. Që ta klient që ka nërë të firma e parë, tash kur vinë të ky merë për firmën e vetë, jo firmën që ka punu bashkë diku që ka punëtor, tash është bon vetë biznesmen. E çka dëmton firmën e parë? Çka rran kjo për atje? Tash ata vinë për firmën e Shevçetit. Unë i thamë vëllai tash jetoni të Naimi. Këtë rast ai vinë hakun Shevçetit. Po ti më thon aty në mos shkani te on. Me hen hak. Ndërsa ti ke punu te on si punëtor, e ka berber, e ka në automekanik. Ka një firmë automekanik, rrëbaqeps. Edhe qelti një rrëbaqepsi. Pa të dhe në haqjallak. Jem hoq. E mësej së të në të jetë në zanë, e mësej. Po. Tash, unë jepë mësimin tim, sa di, sa me bëzoti, mi javë dhanë, dhe se bëzoti ty në me kuptu. Njëri për tjetë, për ty në shkën qelë gjamija tje, apo bëhet të më. Dhe njës një zëva mësën fejnë. Qa minin hak mu? Po kjo punë e fesë është pa lek. Po mirë, vjen e ka marrë zarat të unë e di që ajtojnë së rëgjith. E nëse bën antifëshat këndër meje, të rëzëllëm. Nërsa të se personalitet ke punu, dhe ke fitu besnikrit e njerëzit, ke fitu një lloj respekti. Dhe ku që kështë njerëzit, njëkim për masë. Nuk po di çka është e keqja këtu. Çka është e keqja? Rast e keqja, për të shpjeguar pak, që do thotë ata që kanë ardhur tek firma e Shevçetit, tash ata vinë për të Shevçetit, jo tek Naimi. Tash ky thotë hajde tonë. A e lejo tina mja mod? Eta këto që dalla më thonë të mos shkojnë hajde tonë këtu për ndërhën. Ose do më kallzu më thonë që unë s'jam më. Po pra. Sepse më thonë, shkanit i hajde një këto, po për anti-fëshat. Ose anti-reklama, që më thonë. Anti-reklam, po, anti-marketing. Anti-marketing, a bje që ashtu? Që është i bje. Po, pra. Pra, do të mi kalzu që kom qirë film temen, si jam mund të... Po, në film temen, do është marë të ona, hajdeni. Atërë, kemi telefonatën në radhës, salamu alaikum. Aleikum selam, jeni lol, jeni mirë. Ka pak, ju si jeni. Mi femde, unë jam një djali që praktikon të fejnë islami, po e kom një pyetje kështu për hoxhin. Po? Në mëngjes,
kur zgjohesh, në mëngjes kur zgjohesh, a bon me u fal me pijama apo duhet të vishesh normal kështu si ditët e tjera? Namazi sabat më fal me pijama ke Po. filluar. Në rregull, Namazi faleminderit. sabahut. Përshëndesim, selam aleikum. Aleikum selam. Namaz sabahut më fal pijama për demela ban. Po për demela ban. Sepse më rëndësi është më fal. E kushtet të namazit është të më mbulu avretin, trupin, pjesët e trupit që duhet me mbulu, dhe pijamët të mbulojnë dhe të falësh. Andaj kjo është namazit e mbelave. Për ndryshe, në namaz, robi, kur të hyn namaz del para Zotit. Kur del para Zotit robi, pra ka takim me Zotin. Ne muslimant, 5 herë në ditë, në 5 kohë, intervalet të ndryshme, kemi termin me të madhin Allah. Namaz është takim me Zotin. Për atë ka ardhur në hadith, kur flitet për namaz, ndërto, mos shty para, nëse djerë me shty pa qara namaz. Po, në të djathta, po në të majt, sepse për para e këtë madhin Allah. Pastaj, robi kër është namaz, është para Allahut. Mos kthehet robi djathtë të majt, se nëse kthehet djathtë të majt, më nuk është me Allah. Sikur se Zoti ja kthen shpinën, thotë më, të s'pat da më koncentru me mu. Kështu që, pastaj, robi, kur të adhuron Allahun me hadith, adhuroj Allahun sikur se për e shef atë. Pra sikur se për e shef. Qyshe shef kërkjër parë, se në mëra pa nuk shofëm, në shofë për para. E nëse ti nuk e shef atë, dije se ai të shef ty. Këto dhe argumente tjera të shumë të tregojnë që ne, ku lexojmë Koran, kur jemi namaz, i flasim Allahut. Kemi takim tërmend që është dushtuj me Zotin tonë. Ajo është zotëriu jonë, na jemi arab të ti. A është etike që një krijes e dëpë se unë e te, të dalë para krijuesit me tesha që nuk mundet me dalë para një mësafirit thjesht. Stalën para një mësafiri me pijama. Traditën tonë shqiptare, vetëmit në për spitalet smutë të rrinë pijama, para tjerëve. Dhe është si shaj, si të shesh me pijama, kjo smut ka. Për në pijama sepse është i sëmur. Dhe në para borët spitalit, edhe në shpit vetë, nëse është i smut të marë terapi, rënë pijama. Edhe nuk veshë ata në kostume, ku di mësafir, pijama i pret. Apo? Por jashtë të këti rastit, ka dikush kënë dëgju që deli pret mësafir në pijama? Është të lutem. Andaj, është e lejuar, por quhet e urrejtur kjo punë, pa pëlqyer. E une për me zbut, për thamë është namazet e mbelave. Po. Atëherë kemi një pyetje pak sa më të gjatë, por është një halli një motre ku thotë jam lodh shpirtërisht hoxhë nderuar. Kisha dash një këshill për te, jam një nan, gru, i kam 2 vajza. Kam probleme me bashortin tash se sa vite. Bashorti apo burri pin alkool, pin hashash, është shumë agresiv ose shembulli më i ri kur të vjen familja e tij, ai sillet shumë keq. Familja e tij pra sillet shumë keq, saqë më ka hop shumë durimi. Bëj sabër dhe durim që shumë vite. Ka shumë inat ndaj meje dhe ja ka fillu i vetëm verbalisht, por tashmë edhe fizikisht me
shty për muri e kështu me radhë. Ati shfaqen shpesh sëmundje ndryshme, si i thotin lulokth e të tjera dhe tham nga njëherë a është dënim për ta apo çka. Sepse sillet shumë padrejtisht. Unë punoj kretë javën, jam ajo që e kam studiu shumë vite, edhe fitoj rrogën 2 herë më të madhe se sa kam punën apo pozitën mirë, po thot, gjithmonë i kam ndihmuar të thot bashortit apo burrit, si këtij, si familjes së tij. Gjithherë i dalin në mbrojtje këtij familja e burrit për këto probleme që mi kanë nxjerrë dhe po më nxjerrë. Kam shumë historia që nuk po mundem me mbledh, mirë po, kam marrë deri tek një pikë që ndoshta më mirë është më nda për ti se sa më jetu në këtë kohë me këto vështirësi, me këto probleme që i kam. Kisha pas shef një këshill për hoxhës së nderuar. Allah e trujt. Gjendja e motrës, nëse është e vërtet, ne nuk duam ta përgënjeshtrojmë askënd. Por, kur themi nëse është e vërtet, ke për qëllim njeriu nga emocionet që i ka, ndjenjat, përjetimet, disa gjëra i thot paksa në mënyrë të egzageruar, andaj tani ne him gjënane se gjykojmë vetëm nga janë që atë dëgjojmë, pa dëgjoj palën tjetër, por të nuk him në mes çështjen e gjykimit, sepse të gjykimit e pengu 2 palët, por jem çështje në pozitën e këshilltarit, ja dha një këshill motrës. Andaj themi nëse motra këtë që për thëtë është e vërtet përmi gjysën apo gjysa e saj, kjo është për më të dhimt shumë më të dhimt. Ka pas një fat shumë të mirë, në një familje shumë të ligë, në krye me borën e saj cili janë zini jetën. Burri cili pin alkohol konsuman alkoholin, hajrin ta nuk ka. Burri cili përdor drogën në mënyrë absolute, hajri për ti nuk ka. Vetë shërë e ma shërë, keq e ma keq, dëm e ma dëm. Është shumë normale konsumuesi alkoholit, konsumuesi i drogave të ndryshme, lloje të drogave, të jetë edhe vrasht. Të jetë dhunus që bën dhunë, ushtruesi dhunës. Sepse, Rahmukallah, sepse s'mund të më ka një qete psikikisht, s'mund të ka një shnoshën kry, s'mund të ka një shnoshën trup, s'mund të ka një shnoshën zemër, s'mund të. Dhe të në këto ndikojnë që të reflektoj vrasht ashme. Ndaj gruse, ndaj prindërve, ndaj vlatëve të vete, që i ka më të afër me të dynjat. Për ata gruja cila spravu me burr alkooliqar, me burr që lumbi gjaz, me burr që merr drog, me burr fajdegji, mire për shpirtin e saj. A ka kush kanë, as ka kush kanë. A do të pritë pak, as do të me pritë. O jenë çështje se cilë rast veç e veç, por që janë fakte të mjaftueshme shariatikisht për përsëris, që aje më nda. Tani a ka kush kanë, as ka kush kanë, a ma mirë me pritë, a mi dhënë shans, a mi që babën, a gjënë për krahët e vihërria, ta thëjmë për të pak e nashta dëzot e knelët, nashta funja dhe nashta më burg shkën. Se qëta të titë më i vishë më burg, se ka kush? Se burgin nuk të mytë. Shkon burg, rën 1 vjet, 2 vjet, këthjele, bash, këthjelet. Nëse po, këthjelet, shumë njerës ka që më burg përmirësohen. Zatën edhe një për i sënimet, burgët është më përmirësohen njeriu. Dhe subhanallah, më lidh men. Ta në kësajt keqë shtohet edhe për krahja e familjes japin burrit. E te më ngullon tanë minimumi, nëse është që shpëthu të prape përseris, të mësini me familjes tina, të në me përkujdese për qika tua. Familjes ti me tha, jip jap një krahin këtina, që për bën krim, shëndetin e vetë, në trut e vetë, në familjen e vetë. Krim, që për në alkoholin ka të madhë belak, alkoholi hajrë nuk ka. Droga, edhe ma zi edhe ma sharë, për jap një djallit krahin, për me mësë për një kuqë. As një cent. Bënë zoja vetë vetës, kaq. Ma gjas burët vës jep. Sepse ke qenë haram.
as burrë në sep. Parë në bank, për nevojat tua, të fëmijëve tua dhe kaq. Atëherë po inkuadrojmë telefonatën e fundit për sonte. Selam aleikum. Alo, përshëndetje, aleikum selam. Po, urdhënoni me pyetjen. Mas pari desha më falëndëru për mundin. Faleminderit. Para pyetjes i kam veç 2 nën pyetje për hoxhën, nëse është e mundshme. Po. Me dijen time unë e di që janë për në varr janë 3 pyetje që bëhen, dritaret që hapen, që shohim xhenetin ose xhenemin, edhe dënimin varr, apo? Po. Pyetja jam është kjo, atëherë pse duhet na me dalë në ditën e gjykimit kur veç paraprakisht pedim se çka ka me ndodhur nëse e shohim përmes dritares në varr ose nëse që dënohemi në varr, pse duhet me dalë në atë ditën e gjykimit tani prapë më gjyku? Tamam. Po, pyetja tjetër? Se po më duket diçka se pak para vaktit më dënu pa dalë në gjykim. Rregull, ke pyetje tjetër? Shumë faleminderit, Allah ju rujt, ju shpërbleft. Amen, gjithë inshallah. Faleminderit. Që përgjigja është në dy pika. Nën përgjigje. E para, këtu janë vullneti i Zotit. Në caktimet tina, në ligjet tina. Që kriminalet, keqbërësit, zullumqarët, quajësit e dush, të dënoj në varre dhe të dënoj ditën e kiametit, gjatë ditës e kiametit. 50.000 vite sa është e gjatë e ditë, e pastaj të vazhdoj dënimi edhe të shtohet dënimi kur të hynë në xhenem. Pra, vujtje, pas vujtje, pas vujtje, pas vujtje, deri në vujtjet përhershme. Kjo është caktimi i Zotit. E para. Kështu ka dashtaj. Kështu e ka bo legjaj. Kështu i ka bo këtu ligje. Edhe për besimtarët, punë mirësit, bë mirësit, njerëz të harit e të mirë, ka me shpërbly në varr, ka me shpërbly në ditën e gjykimit, 50.000 vite sa që ndrojnë njerëzit, dhe ka me shpërbly në xhenet, shpërblim, pas shpërblim, pas shpërblim. Këta i shpërblen, këta i dënen. Mirë. Dyta, dënimi e llogaria, këtha për llogari. Llogaria e ditës së kiamit është llogari e detajuar. Llogaria natën e varrit është llogari e përgjithshme. E përgjithshme. Men rabbuk, kush është Zoti yt? Ma dinuk, cila feja jote? Dhe çfarë thua këtë njeri që është dërguar te kjo? 3 pyetje. Është llogari e përgjithshme. E shkurt, e thjesht, po shumë e rëndësishme. Si amundson Zoti secilit me thonë se feja ime është Islami, Zoti im është Allahu, dhe se ky njeri që është dërguar tek ne është Muhamedi, i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Nuk jam mundësan. Llogaria ditën e kiametit, ditën e gjykimit, është e detajuar për ata Allahu i madhruar në shumë ajete koranore. Ma tregon se çdo gjë, ama çdo gjë, çfarë bën robin këtë dynja. E sheh përpara. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Dhe ai cili punon sa një thërmi, sa një kokër gruri, edhe më pak se aq, hajër ka për ta pa në ahiret. Ka për ta taku me pa punën e hajrit që ke pa. Po edhe të sherrit, sa të vogël qoftë, kime pa në ditën e kiametit.
Llogari e detajuar. Në mënyrë që pas asaj llogarie të detajuar, kur të vije dënimi, për ata që vije dënimi, Allahu na ruajt, ata mos me pas asnjë arsye më të voglen, me thonë, Zot, pa nuk kena kanë kaq burrat këqij. Sepse mundohen me mshef. E kur ju aqet Allahu të gjitha, madje njëherë lexojnë, Iqra kitabek, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Ja, lexoje librin tënd. Sani i parë që bëhet, pasi dalin njerëzit pe dhejut, dhe kapin 2 melek, njëri para, njëri mrapa, dhe qojnë në vendin ku është caktu me qu. E pastaj është përndohen librat, letushkat, dosja, çfarë ka punuar insani, dhe lexon këtë vetë. Para se me marrë Zotin i pyetje të bareke. Kjo e dyta, çështja tjetër që bashkangjitet tyne. Allahu kur na tregon neve se ka shpërblime në varr, ndër me tregu se vepra e mirë ka çmim. Dhe unë shpërblej robi jam, hala para se me o ringjall. Nga se ringjalla mund të jetë mira vite për dikend. Shpërblim të edhe në dynja, po shpërblim të vërtet të ati fryti, të asaj puna, po frytet e punëve të mira, ishe në agoni të vdekjes. Për ata me laqet e vinë, me laqet besimtarëve njerëz mirë vinë qysh, me qehre, me fytyra të ndryquara, që të poshan, që të sojë si të shesh, ndjen vetën rahat qetë. Ndërsa të tjerëve u vinë me fytyra të zeza, të trishtuese, friksuse. Sepse fillon dënimi. Atë ka të rikëveritin i madhe, Zot sa ka qenë gjallë, po, a se ka dëgju librin e Zotit, a se ka dëgju pejgamberin e Zotit, duke thonë, o, ju njerëz, punoni, se varri është ose kopsht pe kopsht të xhenetit. Ka shpërblim te, ose është gru pe gru pe xhenetit, ka dënim te, ka llogarin varr. Edhe pasojat e mëkateve, nëse shpëton pe tyne në këtë dynja, shpëton se nuk do me dënu Zoti, që më nishmi i këtë atina. Po nuk do me dënu, për ata ne shofëm sa të dush, njerëz kriminal, i kanë durë gjyta në gjak deri këto dhe këte i ka. Gjak. Se mos lasin për zullum, po dhe gjak. Se zullum ma pak se gjaku. Me gjitha të Allahu arun shëndetin. Ja pozita. Pozita jep. Ja femi. E nërhogjen dhe në stëm dekes. Sa s'ka mungu? Kejti ka pas. Firaun e kejti ka pas. A më dhe më metën e vdekjes Firauni ka pas të tanat. Po mirë. Ja ka rujtë Allahu dënimin pe i momentin e vdekjes e tutje. Kështu që nëse nuk e dënon këtë dynja, fillon dënimi me agoni të vdekjes. Me agoni të vdekjes. Mënyrë që me friksu, me avtërhek vrejtjen, sepse nuk është e sinqert e i mirë me ty dikush, nëse ta përgatit një diçka, pa të paralemru ty që rujo. Dhe nuk është i mira i me ty, nëse të ka përgatit një shpërblim, a nuk po të kallëzëm ty që me punu për me mora shpërblim, vëlla, kallëzëm. Sepse unë e thëmë, pse se këmë ditë e kësha punu? E Allah i madhruar, na ka të regur rrugët e mira, e punët e mira, dhe shpërblimet e tyne, në mënyrë që të garojmë. Po në anën tjetër, e ka të regur rrugët e këqia, rrugët e dreqit, e pasojat e tyne, gjenat e tyne, vujtet e tyne, në mënyrë që një të ikum, dhe një muslimon të ikum. I tutemi dënimit Zotit, nuk du mërë më dënu në varë,
Nuk du më dënu në varr. As po du më dënu ditë kiametit. Andaj nuk po du me bë zullum, nuk po du me bë haram. Pe frenej vetë vetën, pe shtrëngej vetë vetën, pe dëroj, pe edukoj, pe këshilloj, momër se nuk ban, se është e padrejt. Pa drejt të kje punë. Dhe kështu me radhë. Andaj kjo ka orëtësit më dha kjo çështje. E Zotë është i drejt. Më i drejt është Allahu. Premtimi është i drejt, i ti është i drejt, dini i ti është i drejt. Çdo sa tek Zoti është i përkryer. Te bareke ve taala. Së do të ishte ditën e kiametit gjendja e njerëzve po të thonë o Zoti jon, pejgamberi na ka dërgu, libra të shajtas na ka zbrit, po kurrë na të pas nuk kem pa ty o Zot. Kush na ka mësuar neve për ty? Ti mënesh më na dënu se je Zot, po a veç jena na do po na dënona? Kjo do të ishte pa drejtësi. Edhe në raport njeri me njeri. Sigur mësu se më ardha atje tash unë jam profesor, primit e kena nesër. Nesër kam primit me studenta. Imagjinate, unë tash aftja studenta më disa pyetje atje, që ato kur për të skani. Është drejtësi për meja? A do me kallëzon atë fuqinë teme, autoritetena? Ja vë shkane punë ashtu. Pra Allah i madhruar na sjell mesazhe, na tregon që din veprat e mira, veprat e këqija, na ka dhënë metë të gjitha, e pastaj pason shpërblimi, pason dënimi. Këta kanë meritu. Dhe ashton të mirat me mirësinë e vet. Këta kanë meritu dënimin, nuk ashton për vep haku. E ju thot Allah, e ku bëj zullum diçka, thoni ju Zoti ju. Se ku bëj zullum, s'na ke bëj zullum. Po, se bëj zullum as kujt. Tërhoq, këtë është fundi për sonte, faleminderit shumë. Faleminderit qofsh. Të nderuar miq të TTI-s, do të takohemi javën tjetër dhe atëherë mirëmbëjtje.